طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, sonte po ristartojmë inshallah taala me derset. Jemi tek libri I Gjuzit Amme me komentim të Shekhu Thejminit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek Suratul Naziat, tek ajeti 27, ku Allahu subhanahu wa taala vazhdon dhe thot: cili është më I vështirë, krijimi juaj apo I qiellit? Ai e ndërtoi atë. Po bën pyetje Allahu subhanahu wa taala, pyetje retorike apo thot ja ngriti lart kupën dhe e përsosi. Thot natën e tij e mbulon me errësirë, e bën të errët apo ndërsa ditën e ndriçon. E bën për punë apo dhe e ndriçon. Më pas tokën e bëri të shesht, duke nxjerr prej saj ujin edhe kullotat. Thot kurse malet I përforcoi, malet I ka forcuar në tokë. Dhe thot si dobi për ju edhe bagëtit tuaja. Këto janë ajetet që Shekhu Thejmini ka shpjeguar. Me lenë Allah subhanahu wa taala, tani do ta komentojmë ashtu siç e ka komentuar Shekhu Thejmini rahimahullahu taala. Ajeti 27 thot: cili është më I vështirë, krijimi juaj, juve që ju ka kriju, apo I qiellit? Po bën pyetje Allah subhanahu wa taala. A është më vështirë? Për Allahun këtë është e lehtë, por se në retorike, cila më e vështirë, me kriju njeriu apo qiellin? Qielli është më madhështor, apo? Thot që u thejmini, kjo pyetje është bërë për të konfirmuar, thot mundësinë e ringjalljes, nga se thot I dhujtarët, mushrikët, e kanë mohu, e kanë përgënjeshtru mundësinë e ringjalljes. Në më thonë, nuk kemi ringjallë, thot, kemi me dek, kemi me shku në varë, kemi me bo plunë e hi, edhe u kry puna. Edhe bënd të tyli farë krime, edhe në fund hajtë se nuk kime dalë para Allahot. Ata thënë, kush do t'i ringjall eshtrat pasi t'jem kalbur? Pasi t'jem kalbur? A I nim në shqiptarët e na? A I kush ka jetë jemi në kalëzu neve? Kush keme në kalëzu neve që ka me ndodhë atje? Dhe më palavra, thënë. Na, thot kemi mu shkatru aty, në varë. Eshnat, që të eshna kanë mu ringjalla? Diqysh e parësyshme. A nuk po dini shkreti që prej kurgjos u kryua? Prej kurgjos, për një pikë sperma u kryua. Për kurgjojt, subhanallah. Pastaj thot, kështu Zoti pyet, cili është më I vështirë, krijimi juaj apo I qieve? Edhe thot, përgjigja dihet, natyrisht që krijimi I qieve është më I vështirë. Se sa thot, si thot Allahu Azza wa Jall, në të vërtet krijimi I qieve dhe I tokës është më madhështor se krijimi I njerëzve. Po shumica njerëzve nuk e din. Gjitha jo krijimtari e madhe vllazni, qie e toka, dete kodra, e liqene e çdo gjë në këtë tokë I ka krijuar Allah subhanahu wa taala për 6 ditë, thumma ala al-arsh istawa. Pastaj Allah subhanahu wa taala u lartësua mbi arsh. Ja ngriti lart kupën dhe e përsosi, thot. Do me thonë ngriti lart, thot çfarë? Prej tokës pa shtylla. Subhanallahu, vetë çaj kryt nal njerë, o robi Allahit, o Abdullah, o robi Allahit. Çuni herë ditë natën edhe këqyre qiellin nalt. Qysh më rëpërin këto pa shtylla, subhanallah. Arrin që kjo qërë parëmnë sa e vogël është, çështut bjerë. Gjithaj qielli madh përrin pa asnjë shtyllë. Allahu Ekber. Ktheu 180 shkallë, 360 shkallë, ka dush ktheu, këtë qiell edhe nuk ka shtylla me mbajt. A nuk po të shkon mendja tek Allah subhanahu wa taala që është krijues madhështor, që e krijoi qiellin pa shtylla, edhe e përsosi në mënyrën më të mirë? Pastaj thot Allah është ai që I ka ngritur krijuar qiejt pa shtylla dhe ju e shihni thot atë suratul Ra'd ajeti 2. Fjalën e përsosi nën kuptoi e krijoi të përkryer. I përkryer është qielli. Natën e tij e mbulon me errësirë. Pse e mbulon me errësirë? Me të lënë me fletë Allah janë. A e din që mjekët thënë, në momentin kur bëhet errësira,
Kur do me flejt, Allah subhanahu wa ta'ala e ka krijuar një hormon tek njeriu, melatonina, në momentin kur errësira vjen nata, Allah azza wa jalla ka kriju një hormon që çaj hormon ta sjell ty gjumin. Pak para se me flejt, merr në telefonin, merr në iPadin, kështu në televizor nuk i ve gjumi. Sepse drita ndikon që mos mu taju çaj hormon. A keni vret për shembull, nëse i mbyllni dritarët me perde, me kojë diune, ju zën 11 ditës, 12 ditës, disa sa hati s'qosh për gjumit. Si ta qelish dritarën, drita me hi, për njerë tajot një hormon që ti zgjohesh. Kështu i kalon Allah subhanahu wa ta'ala gjanat. Pastaj thot, natën dhe ditën i kemi bërë si dy shenja. Kështu treguesin e natës e shuajmë, kurse treguesin e ditës e ndriçojmë, ndërsa ditën thot e ndriçon përmes çkajt, përmes diellit. Allah subhanahu wa ta'ala krijoi diellin që vetëm pak me lëviz ai dielli të shkatron. Piqesh, veç pak më ardh më afër tokës. Piqesh. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala ka caktuar në vendin e vet se sa milion, qindra milion, 20 e disa sa kilometra është 150 milion, dhe më thonë që është larg nga toka. Më pas tokën e bëri të shesht, do më thonë pas krijimit të qiejve dhe tokës, pjesën të shesht e ka shpjeguar me vargu në vijim, duke nxjerr prej saj ujin dhe kullotat, ujin e nxjerr. Subhanallahu, midis malit shkon e qel bunorin që aty uji është. Allahu Ekber. Ka raste mas disa metrave, ka raste shumë metra duhet me qelë dhe me dalë uji. Subhanallah, është toka poshtë e ki ujin. Uj pastër po vjen. Shtrot pyetja se. Do më thonë, këtë toka është, nër toka është uj. Po lëndron toka mbi uj. Allah subhanahu wa ta'ala ta ka boty që me pija ato, se uj është jeta, po. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, thuaja vërtet ju jeni ata që nuk e besoni atë të cilin e krijoi tokën për 2 ditë dhe i përshkruani zotat barabartë me të. Ai është Zoti i botëve. Në të tokë vendosi male të patundura, sa që thënë dietarët kur e komentojnë këto ajete kuranore, aq sa është mali, nalt, shkëmbinjet, krejt që janë, çaq janë edhe nër tokë. Çaq është domethënë ai gjatësia e maleve sa është, aq është edhe nër tokë, aq. Më thonë, për me pas bazamentin e fort të maleve. Për shembull, temelet ku ti bëjnë, a i bëjnë temelet e fuqishëm që mos me lëviz, që ashtu të dhe ato janë, subhanallah. Pastaj thot, në të vendosi male të patundur, të ngrihen si për saj, e bekoj atë dhe për 4 ditë përcaktoi me mos furnizimi për banorët e saj. Ky është shpjegimi për ata që pyesin. Pastaj u ngrit drejt qiellit i cili ishte tym. Tym ishte. Krijoi, u ngrit drejt qiellit. Që Allah është lartë, po të kallëzon shumë mirë. Qa me fut logjikën me thënë, jo son altë. Jo e mbizotroj Allah. Le, u ngrit Allah, u lartësua si bila keth. Nuk e dim si. Nuk është sikur lartësimi jonë, që na hypin prej një shkallë me një shkallë tjetër, apo ngritemi në katën e dytë, nuk është, na nuk e dim. U lartësua Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk e shtim kokën. Se kriju si krijesa kanë dallim, kanë dallime të mëdha. Pastaj thot, pastaj u ngrit drejt qiellit i cili ishte tym, më pas si qiellit ashtu edhe tokës u tha. Qiellit edhe tokës u tha. Çka i tha? E janë me hir ose me pa hir? Ato përgjigjem, po vim me hir e të bindur dhe krijoi 7 qiej brenda 2 ditëve, duke përcaktuar çdo qielli detyrat e tij. Suratul Fussilat, ajeti 9 deri në 12. Toka është krijuar para qiellit, por përgatitja për jetesë, nxjerrja e ujit dhe kullosave u bë pas krijimit të qiejve. U kriju toka, qiejt, Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj e dha, domethënë, e dha jetesën apo njerëzve krijesave. Ajeti tjetër thotë, kurse malet i përforcojnë në tokë, thotë domethënë i kanë ngulitur në tokë që t'jenë të qëndrueshme që mos lëvizin. Subhanallah. T'jenë të qëndrueshëm, sikur temeli që është, bile më i fuqishëm se sa temeli. Sepse temelet që i bëjnë 20, 30 kat, 50 kat, nuk e bëjnë aq poshtë, apo nuk i bëjnë aq poshtë. Nëse 50 kat është ndërtesa, sa mujnë me bë poshtë?
hajde mund me bo 3-4 katë. Ma shumë su ne bojnë. Se bojnë realisht. Në thonë 50 katë, dhe 100 katë ka që i bënë. Ndërsa, Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur malet e fuqishme që kanë bazamentin e fuqishëm në tokë që mos me lëviz. Si furnizim për ju dhe bagëtit tuaja. Pra të gjitha këto Zoti i bëri furnizim për njerëzit në mënyrë që të gëzojnë, që të hanë dhe të pinë. Ti kalon, hapësirë ti kalon, subhanallah. Bagëtit i merr, i pren edhe hanë prej tyre. Hanë prej tyre halal. Pin Allah subhanahu wa taala në tokën tonë o vllai jam, në tokën tonë e qelish bunarin dhe Allah subhanahu wa taala t'jep ujë. Sa mirësi e madhe është. Me që Zoti i Madhërisht u kujtoi njerëzve këto begati, të cilat tregojnë për përshmërinë e fuqisë së Tij në vijim, na kujton për kthimin e tyre të pakontestueshëm. Thot Allah subhanahu wa taala, kur të vi fatkeqësia më e madhe, thot atë ditë njeriu do të kujtohet për gjithë shka që ka bërë. Vjen kiameti, i kujtohet çdo sen që ka bërë. Dhe zjarri i xhehenamit do t'i zbulohet çdo kujt që sheh. E sheh. Sikur të ishe prej xhehenemlive, këtu do të shkoje. Ky është zjarri i xhehenamit. Kështu për sa i takon atij që ka shkelur kufit, nuk i ka kryer obligimet fetare. Thot dhe i kanë dhënë përparësi jetës kësaj bote. Se ka falë gjumon për shkak jetës kësaj bote, apo namazin për shkak jetës kësaj bote. Thot, sigurisht që xhehenemi do t'jetë streha e tij. Dhe thot, ndërsa ai që e ka pas frikë qëndrimin para Zotit të tij dhe e ka frenuar veten, e ka nal veten nga epshet, mos me bëj gjunohe. Thot, sigurisht që xheneti do t'jetë streha e tij. Xheneti ka më kon streha e tij. Pse? Se gjatë kësaj jete, epshit ka shti me bo gjunohe, shejtonit ka shti me bo gjunohe, ti je nal. Ke thonë, jo, kjo është haram, nuk e bëj këta. Allah subhanahu wa ta'ala, që e ke nal vetin, ka me ta dhonë xhennetin. A dit nuk ka këthim, o vllai mo, nuk ka këthim. Krejt kemë mendua, Zot, o Allah, këthem bre dhe njëherë në këtë dynjo, o veç 2 rekate bre ti fali, nuk ka më këthim rafa, s'ka. A dit, gjitha veprat kanë me dalë për para që ka i ke bo. Kur të vi fatkeqësia madhe, ajeti kuranor, kjo të regon për ngjarjen e kiametit. Fatkeqësia ka qytë Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot, a dit njeriu do të kujtohet për gjithë shka që ka bërë. Subhanallah, këtë kanë me dalë veprat për para. Këtë gjithë gjithë që ka vepru. Thot, pra në këtë ditë, kur të ndodh kjo fatkeqësi e madhe, njeriu do të kujtohet për gjithçka që ka bërë, do t'ja kujtojnë në formë të shkruar dhe do ta lexoj vet. Para menon e vllazni, në këtë botë, nëse shkon mu gjyku dikon për një krim të caktuar apo për një vepër të caktuar, te gjykatësi, prokurori, ku e dione, edhe ku ta qet dosjen ty, 200-300 faqe, çto janë veprat e tua që ke boti. Edhe çka për me të futur në burg apo e ku është para Allah subhanahu wa taala kur dalish? Çdo sen e shkrume prej këtyre me lajkeve. Çdo sen e dëshmume prej me lajkeve të Allah subhanahu wa taala, çdo detaj. Edhe që i ke harru, aty kemi pas të shkruara me lejen Allah subhanahu wa taala. Dhe në ditën e kiametit do t'i paraqesim librin të cilët do t'i gjej të hapur dhe do t'i thuhet. Lexo librin tënd. Lexoj librin tënd. Çka me lexu? Gjatë të gjunoha. Lum për ato që bën vepra të mira. Edhe lexon me mallëngjim, me kënaqësi lexon veprat e veta që i ka bë. Dhe thot çfarë? Sot mjafton fakti që ti je llogaritar kundër vetvetes. Vetë ki me dëshmu. Subhanallah. Libri ka me të dhonë, gjunahet kanë me dalë për para, edhe ti ki me ditë, vetë ki me thonë, unë jam xhehenemli, sepse veprat për ishe. Nuk ki me pas nevoj, me thonë, ja Rab, pse kështu apo pse ashtu, se i din veprat e tua që i ke bo. Ndoshta jem shef në këtë dynjo, gjunahet që i ke bo, jem shef. Mirë po, Allahu t'i zbulon ditën e gjykimit. Bile nëse si e pendu para Allah, para kiametit, Allahu subhanahu wa ta'ala, ato gjunohe që
që kanë pas me turpru në këtë botë ditën e gjykimit, ka me turpru para gjithë masës, subhanallah. Parë dikush që ka bo zina për shembull. Ka bo zina, ka vjedh, ka tulli farë dziza i ka bo, edhe Allah subhanahu wa ta'ala disa prej veprave ja ka mbulu në këtë dynja, po s'është pendu, ka shku i pa pendu në ditën e gjykimit. Allah subhanahu wa ta'ala e shpalos para krejtve. Tia, thë ti që ju dukshë i devotshëm, në botën në dynja, ti kështu thota, këtë njerëzit e shojnë, subhanallah. Para krejt njerëzve më të pas zinaje që ke bo me femnat huaja, e droga, e rakia, e ketë ato gjunat. Pastaj thot, dhe zjarmi i xhehenemit do t'i zbulot çdo kujt që sheh. Thot, ai do të shfaqet duke u tërhequr nga 70.000 kapistra, ku çdo kapistër do të tërhiqet nga 70.000 melek. Subhanallah. Dhe thot, kur zullumçarët të lidhur duarsh të hidhen në një vend të ngushtë në të, do të luten për shkatrimin e vet. Ja Rab, shkatram. S'po më dëru. Ja Rab, shkatram, s'ka shkatrim. Nuk je kafshë që ki mu shkatru. Se kafshët shkatrohen. Allah subhanahu wa taala i ban pluhun e hi shkatron. Nërsa njerëzit s'ka. Ki mu dënu për veprat që i ke bo në dynjo. Andaj sa nuk e vdek, pendoju tek Allahu. Pendoju o vllai jem, sa hala ki ku mu pendu para se me vdek. Se kur të vdes ma, s'ka ma pendim. Aty nuk ka ma pendim. Aty ka veç peshore. Atyre që shohim do të sillet, ndërkohë që do të coptohen zemrat dhe do të thinjen fëmijët. Për këtë arsye në vijim lexojmë, subhanallah, fëmijët kanë mu thinj. Fëmija, a fëmijët ka mu thinj ditën e gjykimit. Ka mu zbardhu. Na du të mi bo 50-60 vjet për mu zbardhu. Flokt. Nërsa fëmija ka mu zbardhu. Thot Allah subhanahu wa taala, kështu për sa i takon atij që ka shkelur kufit, edhe i ka dhënë përparësi jetës kësaj bote. Këto janë dy tiparet banorëve të zjarrit, shkelja kufive dhe dhënia përparësi e jetës kësaj bote para ahiretit, ndërsa Allah subhanahu wa taala të ka thonë, thot nuk i krijova thot gjinët dhe njerëzit për vetë se me madhru. Ç'ka është qëllimi? Puna, pasunia, këto sene këto janë mjete që duhet me i bo, por se nuk janë qëllim. Nuk janë qëllim. Në qëllimi është me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, kështu kushdo që kalon cakun duke mos adhuruar Allahun, konsiderohet shkelës i kufirit, nuk je krijuar thjesht ti për të ngrënë dhe për të pirë, o vllaja. S'ka kriju Allah veç me hongër e me pi, po t'ka kriju me adhuru Allahun. Dhe këto gjëra tjerë, që kjo qëllimi, gjëra tjera janë vetëm mjete. Mjete thjesht veç për me jetu, deri në vdekje. Kur që tjetër? Dhe i ka dhënë përparësi jetës kësaj bote. Më thënë para ahiretit. Thot, argëto dhe nuk i bindet Allahut. Kur thirret ezani për sabah, si përgjigjet. Kur thirret ezani për namaz, nuk i përgjigjet. Nuk e fal namazin. Allahu na ruajt. Kjo është mi dhënë përparësi kësaj bote para ahiretit. Dhe thot, sigurisht që xhehenemi do të jetë streha e tij, pra vendi ku do të kthehej dhe ku do të qëndroj është xhehenemi. Sa strehë keqe është ajo, Allahu na ruajt. Ndërsa ai që i ka pasur frikë qëndrimit përpara Zotit të tij, ai që ka tut Allahut, tan kohën e ka pas mend Allahun subhanahu wa taala. Tan kohën. Thot, kjo sepse në ditën e gjykimit njeriu do të qëndroj para Zotit dhe do të vetmohet me të. Subhanallah. Secili prej nesh ka mu taku me Allahun subhanahu wa taala për veprat që i ka bo, që u ka pendu, që ja ka, Allah Azugjel, ja ka mbulu mëkatet në këtë dynjo, edhe i bjenësesh dhe Allah subhanahu wa taala, ngrejtë thot kokën, thot a ki bo këtë robje në dynjo, thot po, ti e i fali, ti kam fali, ti kam mbulu, thot, gjinohet, mos me të marru para tjerve, se marri turp është, gjinohet. Pastaj thot, në një hadith thua dhe kur ai pranon mëkatet Zoti thot, unë ti mbulova ato sa ishe në atë botë dhe po ti fali sot. Subhanallah. Unë ti kam mbulu në atë botë, që me ti pas shpalu ishe bu kohër, si thënë të na. Ki bo një gjuna të madhë, ki bo një gjuna, je hoqë. Allah ta kam mbulu, vetëm për me të arrujt imazhin, subhanallah.
dhe ditën e gjykimit po ta fal Allah subhanahu wa taala. Ai din që më spari zjarmi i xhenemit do të kallet me hoxhallart, me dietarët. Sheikh Albani shpesh kur e ka dëgju që të hadith, kur e ka lexu, tham vike nërmen me thonë me lund dijen, mos me hinë se po tutna mos me hinë këtë hadith. Nga sinceritet, a kom sinceritet apo nuk kom sinceritet që pe jap dijen? A pe jap që njerëzit me më thonë dietar apo çka? A pe jap që me përfitu prej kësaj bote apo jo? Mos me ngarku veten më shumë. O shtut Sheikh Albani rahimullahu taala. Allahu na mundsoft që dijen me kërku me sinceritet për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me pas një jetin me përhap dijen tek masa më spari, me heq ignorancën nga vetveta dhe të tjerët deri në takimin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashkur lak.